Përshëndetje. Sot do të vazhdojmë me shpjegimin e njësisë mësimore me temë ndarja e fletëve të planit në shkallë 1:1000, ku qëllimi i kësaj njësie mësimore është të përcaktohen koordinatat, nomenklatura dhe përmasat e fletës së planit të shkallës 1:1000. Si mjete pune të nevojshme për zhvillimin e kësaj njësie mësimore do të na nevojitet një fletë Hammer e formatit A4, laps teknik, gomë vizore, shablon për vizatim, rapidograf dhe makinë llogaritëse. Gjithashtu, për të shpjeguar këtë njësi mësimore, do të shfrytëzojmë edhe njohuritë e fituara nga njësitë mësimore të kaluara dhe ato me temë definimi i seksioneve trigonometrike dhe ndarja e fletëve të planit në shkallë 1:5000. Për të fituar fletët të planit të shkallës 1:1000, bazohemi tek seksionet trigonometrike të ndërtuara për sistemin koordinativ të zonës së 7, ku këtu bëjmë përcaktimin e fletës së seksionit trigonometrik bazë, të cilin e paraqesim në një shkallë më të zmadhuar, ku kemi shënuar përmasat e fletës dhe nomenklaturën e saj. Po kjo fletë e seksionit trigonometrik do të vizatohet në një shkallë më të zmadhuar, me qëllim për të ndarë në 50 fletë të barabarta, duke ndërtuar 10 kolona dhe 5 rrjeshta, të cilët i kemi emërtuar me numra nga 1 deri në 50 dhe që përfaqësojnë fletët e planit të shkallës 1:5000. Këtu përcaktojmë fletën e këtij plani, për shembull, fletën me numër 37, të cilën e vizatojmë në një shkallë më të zmadhuar dhe paraqesim elementet e saj. Po kjo fletë e planit të shkallës 1:5000 do të na shërbej për të fituar fletët e planit të shkallës 1:1000, ku fletën e paraqesim të vizatuar në një shkallë më të zmadhuar, me qëllim që ta ndajmë në 3 kolona dhe 6 rrjeshta, të cilit i kemi emërtuar me numra nga 1 deri në 18 dhe që përfaqësojnë fletët e planit të shkallës 1:1000. Edhe këtu e përcaktojmë fletën e këtij plani, për shembull, fletën me numër 4, e cila vizatohet në një shkallë më të zmadhuar, ku të kemi mundësi të paraqesim elementet e kësaj flete të planit të shkallës 1:1000, të cilën e kërkojmë. Pra, kemi të paraqitur përmasat, nomenklaturën dhe koordinatat, të cilët llogaritën. Pra, për të fituar fletën e planit të shkallës 1:1000, të cilën e kërkojmë, duhet të kalojmë në 3 etapa, ku fillimisht kishim seksionet trigonometrike, ku përcaktuam seksionin trigonometrik bazë, të cilin e ndam në 50 fletë të barabarta dhe fituam fletën e planit të shkallës 1:5000. Po këtë fletë e ndam në 18 fletë të barabarta dhe fituam fletët e planit të shkallës 1:1000, nga ku përcaktuam edhe fletën që e kërkojmë. Për të shpjeguar më detajisht se si fitohet kjo fletë e planit dhe elementet e saj, është dhënë pika A me koordinata YA dhe XA. Siç thamë, në fillim bazohemi tek seksionet trigonometrike, ku bëjmë krahasimin e koordinatës së dhënë me vlerë YA, të cilën e krahasojmë me koordinatat e boshtit Y dhe përcaktojmë pozicionin e koordinatës YA. Po ashtu krahasojmë
koordinatën e dhënë xa me koordinatat e boshtit x dhe përcaktojmë pozicionin e koordinatës xa, që tashmë e kemi sqaruar edhe në njësinë mësimore të kaluar me temë definimi i seksioneve trigonometrike. Prandaj shumë shkurtimisht këtu, vetëm në pika të shkurta do të përmendim se si fitohet fleta e seksionit trigonometrik. Me qënë se përcaktuan pozicionin e pikës A, zgjaten këto drejtimet dhe ku takohen fitohet fleta e seksionit trigonometrik, të cilën e paraqesim në një shkallë më të zmadhuar me qëllim që të shënohen elementet që e përbëjnë këtë fletë, siç është nomenklatura për masat dhe koordinatat e kulmeve të seksionit trigonometrik. Po këtë fletë e paraqesim në një shkallë më të zmadhuar, ku, siç tham edhe më sipër, e ndajmë në 50 fletë të barabarta dhe atë në 10 kolona dhe 5 rrjeshta, të cilat i kemi emërtuar, siç e shikoni, me numra nga 1 deri në 50, të cilët përbëjnë fletët e planit të shkallës 1/5000. Pra, seksioni trigonometrik bazë përmban 50 fletë të shkallës 1/5000. Këtu tani përcaktojmë përmasat e fletës së planit të shkallës 1/5000, ku për boshtin y do të kemi vlerën prej 22.500 metër, që përfaqëson përmasën e boshtit y të seksionit trigonometrik, pjesëtuar me 10, ku numri 10 tregon numrin e kolonave. Dhe nga ky raport fitohet vlera 2250 metër, e cila përfaqëson përmasën e boshtit y për fletët e planit të shkallës 1/5000. Edhe këtë njësi mësimore e kemi të shpjeguar me temë ndarja e fletëve të planit në shkallë 1/5000. Për atë, shumë shkurtimisht këtu, do të përcaktojmë fletën e këtij planit në mënyrë që të kalojmë në ndarjen e fletëve të planit në shkallë 1/1000. Dhe me qënë se llogaritëm përmasën e boshtit y për fletën e planit të shkallës 1/5000, që është kjo vlera këtu, tani vazhdojmë me llogaritjen e koordinatave, duke i shtuar koordinatës fillestare vlerën prej 2250 metër dhe kështu llogaritën koordinatat për kolonën e parë, dhe në mënyrë të njëjtë, siç e dini, llogarisim edhe koordinatat për gjatë gjithë boshtit y, duke i shtuar çdo koordinate për çdo kolon vlerën prej 2250 metër dhe kështu janë llogaritur koordinatat, ku mbyllemi me koordinatën përfundimtare, e cila do të na shërbejë si kontroll i llogaritjeve të koordinatave për boshtin y. Kurse për boshtin x do të kemi vlerën prej 15000 metër, që është pra 15000 metër përfaqëson boshtin x të seksionit trigonometrik, pjesëtuar për 5, ku 5-a tregon numrin e rrjeshtave. Dhe nga ky raport kemi fituar vlerën prej 3000 metër, që është përmasa e boshtit x për fletët e planit të shkallës 1/5000. Dhe kështu, në mënyrë të njëjtë si për boshtin y, vazhdojmë llogaritjet në drejtim të boshtit x, ku mbyllemi me koordinatën përfundimtare, e cila na shërben si kontroll i llogaritjeve të koordinatave të boshtit x. Me qënë se u llogaritën koordinatat, tani krahasojmë koordinatat për pikën e dhënë me koordinatat e llogaritura, ku vlera y a krahasohet me koordinatat e boshtit y dhe përcaktohet
pozicioni i koordinatës YA. Po ashtu vlera XA krahasohet me koordinatat e boshtit X dhe përcaktohet pozicioni i koordinatës XA. Këto dy drejtimet zgjatën dhe ku takohen këto fitohet fleta e planit të shkallës 1:5000, të cilën e kërkojmë. Këtë fletë e hyjëzojmë dhe e paraqesim në një shkallë më të zmadhuar me qëllim që të shënojnë elementet e saj. Po ashtu, kjo fletë së bashku me elementet e saj paraqitet në një shkallë të zmadhuar ku të kemi mundësi të ndajmë në 3 kolona dhe 6 rrjeshta, ku kemi fituar 18 fletët e planit të shkallës 1:1000. Këtu përsëri llogarisim për masat e fletës së planit të shkallës 1:1000, ku për boshtin Y do të kemi vlerën prej 2250 metër që përfaqëson për masën e boshtit Y të fletës së planit në shkallë 1:5000, pjesëtuar me numrin 3, i cili tregon numrin e kolonave. Pra 3 kolona. Dhe nga ky raport fitohet vlera 750 metër, e cila e përfaqëson për masën e boshtit Y për fletët e planit të shkallës 1:1000, e cila po ashtu do të na shërbej për llogaritjen e koordinatave në drejtim të boshtit Y, ku koordinatës fillestare do t'i shtojmë vlerën prej 750 metër dhe fitohen koordinatat për kolonën e parë. Po kësaj koordinate të llogaritur do t'i shtojmë përsëri vlerën prej 750 metër dhe kështu fitojmë koordinatat për kolonën e dytë. Dhe në fund, për kontroll, koordinatës së llogaritur, duke ja shtuar vlerën prej 750 metër, duhet të fitohet vlera e koordinatës përfundimtare, e cila shërben si kontroll i llogaritjeve të koordinatave. Po ashtu, në mënyrë të njëjtë, edhe për boshtin X do të kemi vlerën prej 3000 metër, e cila e përfaqëson për masën e boshtit X për fletën e planit të shkallës 1:5000, pjesëtuar me 6, që 6 tregon numrin e rrjeshtave, pra gjithsej 6 rrjeshta. Dhe nga ky raport kemi fituar vlerën prej 500 metër, e cila përfaqëson për masën e boshtit X për fletët e planit të shkallës 1:1000. Dhe po ashtu, kjo vlerë do të na shërbej për llogaritjen e koordinatave në drejtim të boshtit X, ku koordinatës fillestare do t'i shtojmë vlerën prej 500 metër dhe kështu kemi fituar koordinatat për rrjeshtin përkatës. Pra 557.000 plus 557.000 e 500 metër. Dhe në këtë mënyrë, duke vazhduar çdo koordinate, i shtojmë vlerën prej 500 metër për çdo rrjesht dhe fitohen koordinatat në drejtim të boshtit X, ku mbyllemi me koordinatën përfundimtare për kontroll të llogaritjeve në drejtim të boshtit X. Me llogaritjen e koordinatave, tani bëjmë krahasimin e pikës së dhënë duke krahasuar vlerën e koordinatës YA me koordinatat e boshtit Y dhe përcaktojmë pozicionin e vlerës së koordinatës YA, ku koordinata 473.163.9 metër ndodhet në intervalin e dy koordinatave që përfaqësojnë kolonën e parë, për arsye se vlera YA është më e madhe se koordinata 473.000 metër dhe më e vogël se koordinata 473.750 metër. Pra, koordinata YA bën pjesë në intervalin midis dy koordinatave që përfaqësojnë kolonën e parë. Po ashtu krahasojmë vlerën e koordinatës XA
me koordinatat e boshtit x dhe përcaktojmë pozicionin e koordinatës xa, ku vlera e x-as 559.870.5 meter bën pjesë në intervalin midis dy koordinatave që përfaqësojnë rrjeshtin e parë. Pra, vlera e koordinatës xa është më e madhe se koordinata 559.500 meter dhe më e vogël se koordinata 560.000 meter. Me qënë se u fituan këto dy drejtimet, zgjaten ato dhe ku takohen fitohet fleta e planit të kërkuar, e cila përfaqëson fletën e planit të shkallës 1:1000, të cilën e hyjëzojmë dhe e vizatojmë në një shkallë më të zmadhuar me qëllim që të paraqiten elementet e saj, ku kemi paraqitur përmasat e fletës së planit të shkallës 1:1000, për boshtin y 750 meter dhe për boshtin x 500 meter, të cilet u llogaritën më lart. Kemi koordinatat e kulmeve të fletës për boshtin y dhe për boshtin x, ku koordinatat e boshtit y janë marrë nga kolona e parë, dy koordinatat që përfaqësojnë kolonën e parë, dhe koordinatat e boshtit x janë marrë nga rrjeshti i parë, pra dy koordinatat që përfaqësojnë rrjeshtin e parë. Si dhe nomenklatura, e cila përfaqëson shkallën 1:1000, siç e shihni, përbëhet prej 3 emërtimeve bazë që paraqesin seksionin trigonometrik të shkallës 1:25000. Fleta e 9, pra numri 9, tregon fletën e planit të shkallës 1:5000 dhe nishi tregon fletën e planit të shkallës 1:1000 që sapo e zgjodhëm, që është fleta e parë. Kjo sipërfaqe e shfrytëzuar e paraqitur në fletën e planit të hartuar do të jetë me dimensione 75 cm me 50 cm dhe e ndarë me rrjet kuadratik me dimensione 10 me 10 cm, ku 10 cm në planin e vizatimit i përgjigjet madhësisë prej 100 meter në natyrë, kurse pjesa në krahun e djathtë, e cila mbetet me dimension prej 5 cm, do të jetë në natyrë me vlerë prej 50 meter, si që shifni, për arsye se koordinata e fletës së planit të hartuar përfundon me vlerën prej 473.750 meter. Gjithashtu, kjo fletë e planit të hartuar paraqitet edhe me nomenklaturën e saj, e cila përveç emërtimeve bazë përmban edhe emërtesën lokale, e cila tregon qytetin se ku bën pjesë fleta e planit të hartuar. Dhe për rastin ton, kjo fletë bën pjesë në qytetin e Strugës, kurse numri tregon numri 91 tregon numrin se ku gjendet kjo fletë e planit të hartuar. Ky ishte dhe shpjegimi i njësisë mësimore për sot, dhe si gjithmonë do të mbyllim me kërkesën e detyrës tuaj, ku është dhënë koordinata e pikës B dhe kërkohet të vizatojnë fletët e planit të shkallës 1:1000, të përcaktojnë përmasat e kësaj flete, koordinatat e kulmeve të tij, si dhe nomenklatura. Pra, duke parashikuar që për ndarjen e fletëve të planit në shkallë 1:1000, kishim 3 etapa, ku në fillim fillonim prej tek seksioni trigonometrik, pastaj kalonim te fleta e planit në shkallë 1:5000, që këto të dy fletët ju tashmë i keni të zgjidhura. Pra, edhe seksionin trigonometrik e keni zgjidh, kur e kemi shpjeguar njësinë mësimore me temë definimi i seksioneve trigonometrike, edhe fletën e planit të shkallës 1:5000 e keni të zgjidhur si detyrë,
kur e kemi shpjeguar këtë njësim mësimore dhe në këtë detyrë tani kërkohet vetëm të përcaktohen fleta e planit të shkallës 1/1000. Në fletën e Hamerit format A4 do të vazhdoni vetëm zgjidhjen e detyrës për shkallën 1/1000. Shpresoj se jeni të qartë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj mësime të mbara. Gjithashtu do ndigjohemi në njësinë mësimore të ardhshme.